Kur trupi flet apo dëgjon, ka diçka që ndodh ngadalë, pothuajse pa zhurmë. Nuk është si një aksident që të godet papritmas, është më shumë si uji që gërryen gurin, gradualisht, pa bërë shumë zë, derisa një ditë vëren se diçka nuk është më si duhet. Diabeti i tipit 2 funksionon saktësisht kështu, dhe gjëja më e rrezikshme nuk është vetë sëmundja, por fakti që shumë njerëz jetojnë me të për muaj, madje vite, pa e ditur, pa asnjë diagnozë, pa asnjë alarm, vetëm me shenja të vogla, të lehta, të cilat i injorojnë çdo ditë duke menduar se kjo është normale për moshën time. Nëse je mbi 45 vjeç, ky video është pikërisht për ty. Jo për të të friksuar, absolutisht jo, por për të të ndihmuar të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Trupi yt flet gjithmonë. Pyetja është nëse po e dëgjon. Shumë njerëz mbi 45 vjeç besojnë se lodhja kronike është thjesht shtimi i moshës, që të pish më shumë ujë sepse ka qenë nxehtë, që shikimi i tyre është bërë pak i turbullt sepse u duhen syze të reja, dhe me këtë mendim kalojnë ditët, javët, muajt. Por e vërteta është kjo. Trupi i njeriut është ndërtuar me mençuri. Ai nuk pushon kurrë së komunikuari me ne. Kur diçka shkon keq brenda, ai dërgon sinjale. Ndonjëherë ato janë të qarta dhe të fuqishme, por ndonjëherë, dhe kjo ndodh shpesh me diabetin e hershëm, ato janë aq të buta, aq të ngjashme me gjërat e zakonshme të jetës, saqë ne thjesht ja anashkalojmë. Sot do të flasim për 6 nga ato shenja, 6 gjëra që trupi yt mund të po të thotë tani, që mund të duken si probleme të vogla të jetës së përditshme, por që mund të fshehin diçka që meriton vëmendje serioze. Qëndro deri në fund, sepse çdo shenjë ka historinë e vet, shpjegimin e vet dhe mënyrën si shfaqet në jetën reale. Dhe në fund do të kuptosh pse është kaq e rëndësishme të mos i shpërfillësh. Shenja e parë, lodhja që nuk shkon kurrë. Le të fillojmë me diçka që shumica prej nesh e njohim shumë mirë, lodhjen. Por jo çdo lloj lodhjeje. Flasim për atë lloj lodhje që nuk largohet as pas gjumit, ajo që të zgjon në mëngjes dhe të ndjen sikur nuk ke fjetur fare, ajo që bën që pasditja të duket si gur i rënd mbi supe, edhe pse nuk ke bërë asgjë të jashtëzakonshme gjatë ditës. Shumë njerëz mbi 45 vjeç e pranojnë këtë si fakt të jetës. Jam plak, është normale. Kam shumë stres në punë. Fëmijët, familja, problemet, natyrisht jam i lodhur. Dhe ndoshta infeksione të herpashme. Dhe sigurisht, asnjë mjek nuk ka faj nëse nuk e sheh lidhjen me njëherë, sepse simptomat mbivendosen. Por ka disa karakteristika specifike që ja vlen t'i vësh re. Etja nuk shkon as pasi ke pirë ujë. Ngrihet natën për të shkuar në tualet, jo një herë, por 2-3 herë. Goja ndjen gjitëse, e thatë, edhe pas pirjes së ujit. Këto janë detaje që shumë njerëz i kanë, por që i njohin si normale. Ky është momenti ku duhet të pyesësh veten. Apo ndodh kjo çdo ditë? A ka filluar kohët e fundit? A ka ndryshuar diçka pa arsye të dukshme? Nëse përgjigjja është po, bëj diçka shumë të thjeshtë. Flisni me mjekun, jo me frikë, jo me panik, por me ndërgjegjësim. Një analizë thjesht gjaku mund të japë përgjigjen brenda ditës. Shenja e tretë, shikimi i turbullt. Le të flasim tani për diçka që shumë njerëz mbi 45 e kanë përjetuar të paktën një herë. Ai moment kur syt nuk e shohin qartë si duhet. Ndonjë natë vëren se televizori duket pak i vagult, apo kur lexon, shkronjat duken sikur lëvizin pak, apo kur ngrihesh me një herë dhe gjithçka bëhet e mjegullt për disa sekonda. Shumica prej nesh reagojnë me mendimin e parë: duhet të shkoj të bëj syze të reja, ose mosha, çfarë të bëjmë? Dhe ndonjëherë kjo është e vërteta. Problemet e shikimit janë absolutisht të zakonshme me kalimin e viteve. Por kur turbullira e syve shfaqet papritmas, kur vjen dhe shkon në val, kur ndodh veçanërisht pas ngrënjes, atëherë ka arsye të qëndrojmë pak më shumë tek ajo. Ja çfarë ndodh realisht. Nivelet e larta të sheqerit ndikojnë drejt për drejt në lëngun brenda thjerrzave të syve. Kur sheqeri rritet shumë, ky lëng ndryshon konsistencën dhe formën e thjerrzave, duke ndryshuar fokalizimin. Rezultati, shikimi bëhet i paqartë, por, dhe kjo është e rëndësishme, kur nivelet e sheqerit ulen, shikimi mund të kthehet pothuajse normal. Kjo luhatje, shikimi që herë është i qartë,
Heri turbult është pikrisht ajo që e bën shumë njerëz ta shpërfillin. Sot shohem mirë, ndoshta isha i lodhur dje, dhe kështu kalon javë, muaj, pa e lidhur me asnjë problem shëndetësor. Ekziston edhe një rrezik afatgjat këtu, që ja vlen ta njohësh. Diabeti i pa kontrolluar ndikon seriozisht mbi shëndetin e syve me kalimin e viteve. Dëmtimi i enëve të vogla të gjakut në retinë, pjesa e pasme e syrit, mund të çojë me kalimin e viteve në probleme shumë serioze. Por kjo është historia e diabetit të vontrajtur. Ne sot jemi duke folur për shenjat e hershme. Ato nëse i njohim dhe veprojmë, mund të parandalojmë çdo komplikim. Kanë pjesërisht të drejtë. Stresi dhe mosha ndikojnë, por kur lodhja është e vazhdueshme, e pashpjegueshme dhe nuk zgjidhet me pushim, atëherë trupi po të tregon diçka tjetër. Kur nivelet e sheqerit në gjak janë kronologjikisht të larta, qelizat e trupit nuk marrin energjinë që u nevojitet. Ja si ndodh. Insulina është si çelësi që hap derën e qelizës për të lejuar sheqerin të hyjë dhe të kthehet në energji. Kur ky sistem nuk funksionon siç duhet, sheqeri mbetet në gjak, i lartë, i papërdorur, ndërsa qelizat vdesin nga uria energjitike. Rezultati, trupi ndihet i shtëruar, jo metaforikisht, por fizikisht, realisht, thellësisht i lodhur. Imagjino këtë situatë. Është e mërkur pas dite, sapo ke ngrënë drek, keni mbledhje pune në orën 3, por sytë të rëndohen, mendja nuk funksionon dhe e vetmja gjë që dëshiron është të ulesh diku dhe të mbyllësh sytë. Kjo ngjësi, ajo rëndësie pas dites, mund të jetë thjesht ngrënia e rëndë, por nëse ndodh çdo ditë, nëse shoqërohet me gjumë të mbrapsht natën dhe ndjesi të dobësisë në mëngjes, atëherë ja vlen të pyesësh veten, a është kjo thjesht lodhje apo diçka më shumë? Gjë tjetër që shumë njerëz nuk e dinë, lodhja nga sheqeri i lartë nuk është vetëm fizike, ajo prek edhe mendjen, vështirësia për të përqendruar, ajo ndjesi si mjegull në kokë, mosmundësia për të mbajtur vëmendjen gjatë, të gjitha këto mund të jenë efekte të drejtë për drejta të niveleve të larta të glukozës. Pra, nëse lodhja jote ka kohë që nuk shkon, nëse nuk e shpjegon dot me punën, gjumin apo stresin, mos e largo me një anë si gjë normale. Trupi yt mund të po të thotë diçka. Shenja e dytë, etja dhe urinimi i shpeshtë. Kjo shenjë është ndoshta më e njohura dhe pikërisht për këtë arsye shumë njerëz e marrin me ngën, e njohin, pastaj e injorojnë. Po pi shumë ujë, po shkoj shpesh në tualet. Kjo ndodh sepse pi shumë kafe, sepse ngrën shumë krip, sepse ishte e nxehtë sot. Shpjegimet janë gjithmonë të gatshme, gjithmonë të besueshme, gjithmonë mjaftueshëm bindse për të qetësuar shqetësimin e çastit. Por le të shpjegojmë pse ndodh kjo me diabetin dhe pse është kaq e rëndësishme. Kur sheqeri në gjak është i lartë, veshkat punojnë si çmend për të larguar atë sheqer të tepërt nga trupi, dhe mënyra si e bëjnë këtë është nëpërmjet urinës. Pra, prodhohet shumë urinë, shumë më tepër se zakonisht, kjo bën që trupi të humbas ujë në mënyrë të shpejtë. Humbja e ujit shkakton etje, dhe sa më shumë pi, aq më shumë urinon. Një rreth vicioz, i heshtur, i padukshëm. Për personat mbi 45 vjeç, kjo situatë shpesh ngatërohet me probleme të tjera. Meshkujt shpesh e çojnë tek prostata, prostata po bëhet problem. Gratë shpesh e ngatrojnë me infeksione të herpashershme. Dhe sigurisht, asnjë mjek nuk ka fajin nëse nuk e sheh lidhjen me njëherë, sepse simptomat mbivendosen. Por ka disa karakteristika specifike që ja vlen t'i vësh re. Etja nuk shkon as pasi ke pirë ujë. Ngrihet natën për të shkuar në tualet, jo një herë, por 2-3 herë. Goja ndjen ngjitse, e thatë, edhe pas pirjes së ujit. Këto janë detaje që shumë njerëz i kanë, por që i njohin si normale. Ky është momenti ku duhet të pyesësh veten. Apo ndodh kjo çdo ditë? A ka filluar kohët e fundit? A ka ndryshuar diçka pa arsye të dukshme? Nëse përgjigja është po, bëj diçka shumë të thjeshtë. Flisni me mjekun. Jo me frikë, jo me panik, por me ndërgjegjësim. Një analizë e thjeshtë gjaku mund të jap përgjigjen brenda ditës. Shenja e tretë, shikimi i turbullt. Le të flasim tani për diçka që shumë njerëz mbi 45 e kanë përjetuar të paktën një herë, ai moment kur syt nuk e shohin qartë si duhet.
Ndonjë natë vëren se televizori duket pak i vagullt, apo kur lexon, shkronjat duken sikur lëvizin pak, apo kur ngrihesh menjëherë dhe gjithçka bëhet e mjegullt për disa sekonda. Shumica prej nesh reagojnë me mendimin e parë: duhet të shkoj të bëj syze të reja, ose mosha, çfarë të bëjmë? Dhe ndonjëherë kjo është e vërteta. Problemet e shikimit janë absolutisht të zakonshme me kalimin e viteve. Por kur turbullira e syve shfaqet papritmas, kur vjen dhe shkon në val, kur ndodh veçanërisht pas ngrënjes, atëherë ka arsye të qëndrojmë pak më shumë tek ajo. Ja çfarë ndodh realisht. Nivelet e larta të sheqerit ndikojnë drejt për drejti në lëngun brenda thjerrzave të syve. Kur sheqeri rritet shumë, ky lëng ndryshon konsistencën dhe formën e thjerrzave, duke ndryshuar fokalizimin. Rezultati, shikimi bëhet i paqartë. Por, dhe kjo është e rëndësishme, kur nivelet e sheqerit ulen, shikimi mund të kthehet pothuajse normal. Kjo luhatje, shikimi që herë është i qartë, herë i turbullt, është pikërisht ajo që e bën shumë njerëz ta shpërfillin. Sot shohem mirë, ndoshta isha i lodhur dje, dhe kështu kalon javë, muaj, pa e lidhur me asnjë problem shëndetësor. Ekziston edhe një rrezik afatgjat këtu që ja vlen të e njohësh. Diabeti i pakontroluar ndikon seriozisht mbi shëndetin e syve me kalimin e viteve. Dëmtimi i enëve të vogla të gjakut në retinë, pjesa e pasme e syrit, mund të çojë me kalimin e viteve në probleme shumë serioze. Por kjo është historia e diabetit të vonë, të patrajtuar. Ne sot duhemi duke flasur për shenjat e hershme, ato që nëse i njohim dhe veprojmë, mund të parandalojmë çdo komplikim. Pra, nëse shikimi yt ka luhatje, nëse ndonjëherë ndjen të turbullt pa arsye të qartë, mos u nguto menjëherë tek optika. Shko tek mjeku, bëj një analizë gjaku dhe pastaj shko tek optika nëse e kërkon. Shenja e katërt, plagët që shërohen ngadalë. Kjo shenjë është e veçantë, jo sepse është e dhimbshme apo e dukshme, por sepse shumica e njerëzve nuk e lidhin kurrë me sheqerin. Dhe kjo është arsyeja pse ja vlen t'i kushtojmë kohë të mjaftueshme. Mendoj të gjitha herët kur të ka ndodhur të gërvishesh lehtë, të pres diçka, të kesh një plag të vogël në dorë apo në këmbë. Por shumicën e njerëzve, kjo shërohet brenda pak ditëve. Por nëse vëren se plagët e mia vonojnë të shërohen, nëse një gërvishtje që do duhej të shërohej në 3 ditë qëndron hapur 2 javë, kjo nuk është rastësi. Sheqeri i lartë kronik dëmton enët e gjakut, sidomos ato të vogla dhe ato kapilar. Kur enët janë të dëmtuara, qarkullimi i gjakut bëhet i dobët, dhe kur qarkullimi është i dobët, qelizat imune dhe ato ripërtëritëse nuk arrin të shpejta dhe efektive në vendin e plagës. Procesi i shërimit ngadalsohet dramatikisht. Për personat mbi 45 vjeç, kjo situatë mund të shfaqet veçanërisht në këmbë. Këmbët janë pjesa e trupit më larg zemrës dhe qarkullimi atje natyrisht është pak më i ngadalt. Kur sheqeri i lartë e keqëson edhe më shumë qarkullimin, plagët e vogla në këmbë, lëkura e thatë dhe e qarë, plagëzimet nga këpucët, të gjitha këto mund të kthehen në probleme shumë më të gjata dhe më serioze. Por le të flasim edhe për infeksionet. Nivelet e larta të sheqerit krijojnë një mjedis ideal për bakteret dhe kërpudha. Kjo do të thotë se jo vetëm plagët shërohen ngadalë, por edhe infeksionet bëhen më të shpeshta. Infeksionet e lëkurës, të thonjave, të gojës, të rrugëve urinare. Nëse vëren se infeksionet po kthehen shpesh, ose nëse po zgjerohen pa arsye të qartë, kjo është edhe ajo një shenjë që ja vlen t'i tregosh mjekut. Shumë njerëz arrin tek mjeku kur plaga e lën fill është bërë problem serioz, dhe pikërisht atëherë zbulohet se sheqeri ka qenë i lartë. Por mund të kishte ndodhur ndryshe, nëse shenja e parë ishte kapur, nëse ndikimi nuk ishte injoruar. Dëgjo trupin tënd edhe kur të duket se problemi është i vogël. Shpesh të voglat janë ato që flasin më shumë. Shenja e pestë, ndjesia e mpirjes ose gjilpërimave në duar dhe këmbë. Tani po hym te një shenjë që shumë njerëz mbi 45 e kanë, e njohin dhe tolerojnë si diçka e zakonshme.
Dhe kjo është pikërisht problemi. Ti je ulur, ke kaluar pak kohë pa lëvizur, dhe kur ngrihesh, ndjen këmbën të fjetur, atë ndjesi gjilpërimash dhe mpirje. Kjo është normale kur ndodh her pas here, kur ke qëndruar në pozicion të papërshtatshëm dhe qarkullimi ka qenë i bllokuar përkohësisht. Por nëse kjo ndjesi ndodh shpesh, edhe kur nuk ke qenë i ulur gabim, edhe kur nuk ka arsye të dukshme pozicionale, atëherë duhet ta shohësh ndryshe. Diabeti i hershëm, sidomos ai i pa diagnostikuar dhe i pa kontrolluar, fillon të dëmtojë nervat. Ky dëmtim quhet neuropati diabetike dhe nis të shfaqet ngadalë, gradualisht, kryesisht në pjesët më të largëta të trupit, gishtërinë të këmbëve dhe duarve. Ndjesia e gjilpërimave, djegjes, mpirjes, apo edhe ndjeshmërisë së shtuar ndaj temperaturës, të gjitha këto mund të jenë sinjalet e para të kësaj gjendje, por ja pse shumë njerëz e injorojnë, sepse vjen ngadalë. Nuk është një dhimbje e madhe që të zgjon natën, është thjesht një ndjesi e vogël, sikur diçka nuk është krejt si duhet. Gjithmonë kam pasur gjilpërima në këmbë kur ulem gjatë, duart mi flen kur fle anash. Shpjegimet e zakonshme mbulojnë shenjën e vërtet. Kur ke mbi 45 vjeç, trupi ka ndryshuar mjaftueshëm që disa ndjesira të jenë vërtet të zakonshme, e kjo i bën gjërat edhe më të ndërlikuara. Por ka disa gjëra specifike që duhet i vësh re. A ndodh kjo ndjesi edhe kur je plotësisht i relaksuar dhe pa presion në asnjë pikë? A shoqërohet me ndjesi të ftohjeje ose ngrohje të papritur? Apo ndodh gjithnjë e më shpesh? Nëse po, mos e konsulto vetëm me ndryshimin e jashtëkut apo pozicionit të gjumit, konsulto me mjekun. Neuropatia, nëse kapet herët, mund të menaxhohet shumë mirë, por nëse lihet të avancohet, pasojat mund të jenë të vështira. Shenja e 6. Uria e vazhdueshme edhe pas ngrënjes. Kjo e fundit ndoshta është ajo që befason më shumë, sepse kur njerëzit mendojnë për diabetin, shpesh e lidhin me sheqerin e lartë dhe mendojnë, po pra, ha shumë ëmbëlsira, por as pak e vërteta nuk është kaq e thjeshtë. Imagjino këtë skenar. Ke ngrënë drek të mirë, jo pak, jo keq, por pas 30 minutash ndihesh sërish i uritur, jo thjesht i paplot, por me uri të vërtet që nuk shkon. Kjo ndjesi mund të ndodh edhe pas darke, edhe pasi ke ngrënë diçka të ëmbël. Trupi kërkon vazhdimisht, si një grop pa fund. Çfarë ndodh biologjikisht? Kur insulina nuk funksionon siç duhet, qelizat nuk mund të marrin sheqerin nga gjaku si energji, prandaj ato qajnë uria, dërgojnë sinjal te truri që duhet më shumë ushqim, edhe pse gjaku është plot me glukozë. Truri dëgjon sinjalin dhe krijon ndjesi urie. Ti ha, sheqeri shkon akoma më lart, qelizat prap nuk mund ta marrin, cikli vazhdon. Kjo shenjë, kombinuar me lodhjen dhe etjen, krijon një tablo shumë specifike. Por shumë njerëz mbi 45 vjeç e lidhin me metabolizmin. Po pra, metabolizmi ka rënë me moshën, ndihem gjithmonë i uritur, ose e lidhin me stresin. Kur jam i stresuar, ha më shumë. Gjithmonë ka një shpjegim të gatshëm. Por uria e vazhdueshme pas ngrënjes, sidomos nëse shoqërohet me ndonjë nga shenjat e tjera që kemi diskutuar, nuk duhet shpërdorur si problemi dietës. Mund të jetë trupi yt duke të treguar se sistemi i glukozës nuk po funksionon si duhet. Vëre gjithashtu nëse kjo uri e vazhdueshme shoqërohet me luhatje humorale, ndjesi irritimi, nervozizmi apo dobësie kur nuk ha. Kur sheqeri luhatet shumë, lart e poshtë, efektet emocionale janë shumë të dukshme, dhe njerëzit shpesh e qojnë tek lodhja emocionale ose gjendja e humorit, pa e parë lidhjen me sheqerin. Trupi yt ka diçka për të thënë. Arritëm në fund, por para se të mbyllim, dua të rri pak me ty këtu, jo si narrator, por si dikush që vërtet do të shoh mirë. Kemi folur sot për 6 shenja: lodhja e pashpjegueshme, etja dhe urinimi i shpeshtë, shikimi i turbullt, plagët që shërojnë ngadalë, gjilpërimat dhe mpirja, uria e vazhdueshme pas ngrënjes. 6 gjëra që mund t'i kesh aktualisht, tani,
ndërkohë që po lexon apo po shikon këtë video. Dhe nëse kjo po ndodh, ke shumë gjasa t'i njohësh. Por ja çfarë dua të lë si mendim. Asnjëra nga këto shenja nuk është dëshmi se ke diabet. Ato janë sinjale, jo diagnoza. Dhe bukuria e madhe e sinjaleve të hershme është pikërisht kjo. Janë të hershme, mund të bësh diçka, mund të veprosh. Shumë njerëz zbulojnë diabetin në fazën kur trupi tashmë ka paguar një çmim të lartë, kur dëmtimet janë bërë, kur komplikimet kanë filluar. Por ata që i njohin shenjat herët, që i marrin seriozisht, që shkojnë tek mjeku pa e shtyrë, ata kanë mundësinë e artë të ndryshojnë gjithçka. Ndryshime të thjeshta në mënyrën e jetesës, mbikëqyrje mjekësore, ndërhyrje në kohë, mund të ndalin ose madje të kthejnë prediabetin. Trupi yt nuk flet me fjalë, ai flet me shenja, ndonjëherë të buta, ndonjëherë jo, por gjithmonë flet. Dhe çështja është nëse ne po zgjedhim të dëgjojmë. Nëse e ke njohur veten në ndonjë nga këto shenja, mos e largo si do t'ja vë veshin ndonjëherë. Bëje tani. Shko tek mjeku, bëj një analizë të thjeshtë gjaku, flit hapur. Nuk ka asgjë për t'u turpëruar, asgjë për t'u friksuar nga ekzaminimi, ka shumë çka për të fituar. Dhe nëse ke dikë të dashur, prind, vlla, motor, mik mbi 45 vjeç, i cili ka ndonjë nga këto shenja, ndaj këtë video me ta. Ndonjëherë, gjëja më e vogël, një video, një bisedë, një "Hey, e a ke parë këtë?" mund të ndryshojë gjithçka. Falinderit që shndrove deri në fund. Kjo tregon se kujdesesh për veten apo për dikë tjetër, dhe kjo, në fund të fundit, është hapi i parë dhe më i rëndësishëm. Nëse të doli diçka e dobishme nga kjo video, lëre një koment poshtë. Do të doja shumë të dëgjoja mendimet e tua, ose nëse ka ndonjë shenjë që do të doje ta diskutojmë më gjerë. Shtrydhja e butonit të subscribe e mban kanalin ton gjallë dhe siguron që përmbajtje si kjo të arrijë edhe tek ata që kanë nevojë. Dhe nëse ke miq ose të afërm që mund t'i ndihmojë kjo video, ndajeni lirisht. Shëndeti është pasuria jonë më e madhe dhe ndarja e dijes është forma më e bukur e kujdesit. Kujdesu mirë për veten. Deri herën tjetër.